Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Volejbollit, Ministrinë e Sportit dhe Rinisje dhe me të gjitha shkollat nënvjeçare të mesme në mbar vendin ka nisur zhvillimin e edicionit të 4 të kampionatit të ndeshjeve të ekipeve sportive në shkolla. 226 ekipe nga shkollat nënvjeçare, mes tyre 114 ekipe vajza dhe 112 ekipe djem, janë përballur me njëra tjetrën. Edhe në qarkun Dibër është zhvilluar gara mes ekipeve të shkollave, ku të premten e 13 marsit u përballën në finale 4 ekipe sportive. Në ambientet e Pallatit të Sportit Ferit Hysa të qytetit të Burrelit u luajtën finalet brenda qarkut Dibër mes ekipeve të Gjimnazit Pjetër Budi dhe Gjimnazit Said Najdeni të Peshkopis për vajza dhe finalja tjetër mes ekipit të Gjimnazit 28 Nëntorit të qytetit të Burrelit dhe ekipit të Gjimnazit Said Najdeni të Peshkopis për djem. Në garën mes ekipeve për vajza në volejboll fitues u shpall ekipi i Gjimnazit Said Najdeni në Peshkopi pasi fituan 2-1 sete ndaj ekipit të vajzave të Gjimnazit Pjetër Budi Burrel. Ndërkohë, për ekipet djem në volejboll fitues u shpall ekipi i Gjimnazit 28 Nëntori Burrel pasi fitoi përballë ekipit të djemve të Gjimnazit Said Najdeni me rezultatin 2-0. Të dy ekipet kampione brenda qarkut, si për vajza ashtu edhe për djem, do të luajnë në fazën çerek-finale në Tiranë, ku do të përballen me ekipet fituese në qarqet e tjera të vendit tonë. Organizimi i këtij kampionati sportiv brenda qarkut është bërë nga koordinatorët e Kokshit në bashkitë Mate Klos, Ronaldo Cevani, mësueset e edukimit fizik e të tjerë.